Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht problematikën më të madhe brenda ferma VIP 3. Një situatë e krijuar në fakt jo e pëlqyer fare nga publiku, jo e duar trokitur fare nga publiku, akuza të rënda kundër drejt disa prej banorëve, siç duket po nxjerrin në pa veten e tyre në një mënyrë skandaloze. Natën e mbrëmshme, gjatë prajmit, një diçka që nuk u diskutua, por besoj që në prajmin e radhës, që në kupton domethënë ditën e premte, do të diskutohet kjo situatë ku Ola dëshironte që të heqën takën edhe t'i gjuan mimozës. Domethënë, pyetja është deri ku ka arritur djallëzia, deri ku ka arritur urrejtja dhe inati kundër drejt një personazhi që është faktor brenda në shtëpi, edhe për ta goditur. Tani Arbana mbrëm e tha që keni dhe 2 muaj, por pyetja ime është kjo se si do t'ja dalin 2 muaj këto banor brenda në ferm, sepse kanë marrë lojën aq individuale, kanë kthyer aq në personale, që në fakt kanë dalë krejtësisht nga strategjia dhe nga loja. Ola dhe Gresa treguan një urrejtje jashtëzakonisht të madhe për mimozën, treguan një xhelozi që unë nuk dua në fakt ta shoh te femrat. Nuk dua ta duar trokas këtë xhelozin, sepse këto lloj xhelozirash ndaj njëra tjetrës kanë sjell shoqërinë shqiptare në stadin në të cilin është. Por më e keqja e kësaj situate, domethënë një analistë që në fakt bëri dhe Angel Shkira gjatë natës së mbrëmshme në qëndrimet e saj, në opinionet e dhëna për banorët në ferm, ishte edhe kundër drejt Ilirit, i cili gjatë ditës së sotme e dëgjoja teksa po bisedonte me Olën, nëse nuk jam gabim, edhe me Vanesën, që jam këtu brenda dhe s'kam ç'i bëj, dëgjoni mirë. Po t'isha diku tjetër dhe ja tregoja unë qefin asaj. Domethënë, urrejtja është shumë e madhe kundër drejt mimozës. Pse? Sepse mimoza është një banor e cila është faktore, e cila publiku e do shumë dhe fermerët brenda kanë arritur që ta kuptojnë këtë gjën. Tani, unë mendoj që Ola natën e mbrëmshme nuk ishte fare e acaruar për Adionin, sepse unë tek marrëdhënia e tyre la për të dëshiruar, sinqerisht. Domethënë, mua nuk më duket marrëdhënie e sinqert. Do të thoni pse? Sepse fillimisht një herë Adioni e pa shumë qartë azi qëndrimin e vllaut të Olës, që ai nuk dëshiroi dhe ta përshëndetën Adionin, që domethënë e kishte shumë personale gjën me Adionin. Nga ana tjetër, Ola filloi që të afrohet me Adionin sepse mendoi që kishte frikë të luftonte vetme dhe ndoshta kur do të dilte nga ferma do t'ia sqaronte familjes arsyen pse është afruar, dhe mendoi që e bëri atë grupin e saj që mendonin që do të triumfojnë për ta shkatruar mozën. Nga ana tjetër, Ola pasi që mbrëm, në fillim filloi që të qeshet e mori me shumë pozitivitet dhe menjëherë pati ndryshim emocional që domethënë u kthye në një përbindësh brenda vetes, që realisht u tromba nga qëndrimet e saj. Ola ka treguar dhe ditë më përpara që domethënë kishte ca biseda shpirtërore me xhinët brenda shtëpisë, që tani duhet ta kuptojmë, a është strategji kjo e gjitha që po ndodhen brenda në ferm, apo është vërtet Ola një njeri që ka kaq shumë ndryshime emocionale, që domethënë të çon të mendosh më shumë për të. Unë mendoj që ajo e pa veten mbrëm që u dobësua në lojë dhe i bëri këto veprime. Uroj që produksioni një herë të merr masa për lëvizjen që bëri ajo, që domethënë gjuajti lëngun e sponsorit, që realisht kjo gjë nuk duhet të tolerohet në një format, në një reality show siç është Ferma apo qoftë edhe Big Brother, sepse mendoj që sponsorët janë më të respektueshmit në këtë format, sepse fal atyre sponsorët ndodhen kjo ngjarje që ne jemi duke e komentuar dhe që ne e shohim. Dhe së dyti, të marrësh ti përsipër që ti gjuash një vajzës, një zonjës brenda në ferm sepse ajo ka një shikueshmëri të papar,
kjo është domethënë për të vënë duart në kokë dhe të pyesësh veten ore çfarë po ndodh me këtë shoqëri, ku po shkojmë ne. Iliri që në ditën e parë nuk e kuptoi pse ka përzgjedhur që të luajë rolin e negativit, të paktën në Big Brother nuk ka qenë në këtë rol. Iliri po shpreh një lloj urrejtje, një lloj mlefi, një lloj inati kundër drejt mimozës, sikur duan ta zhdukin nga jeta këtë mimozën, dhe për këtë më vjen shumë keq. Unë mendoj që se më pyesin shumë pse Tiron këto nuk u diskutuan natën e mbrëmshme. Natën e mbrëmshme nuk u diskutuan këto gjëra sepse produksioni nuk dëshironte më të jep zë kësaj ngjarje, sepse u bë shumë, domethënë u bë shumë e neveritshme. Arbanën e pash që u ndje shumë keq, opinionistët u shokuan në moment që Ola tha atë fjalën, që në fakt u shokuam të gjithë, dhe më e çuditshme është se këto vajza dhe Iliri në fakt silleshin si zot në shtëpinë e tjetrit, Këto në fund të ditës ka një kontratë të nënshkruar, por në kontratin nuk mundesh të ofendosh moderatoren, nuk mund të denigrosh moderatoren. Tani shumica thonë që është bërë për spektakël, nuk e besoj që është bërë për spektakël, sepse ishte një rast i paprecedent, domethënë nuk arrit dot të kontrollohet edhe nga ana e produksionit, pasi që ishin të shokuar, por mendoj që qëndrimi i Arbanës dhe ftohtësia në moment në një moment të tillë që Arbana bëri, mendoj që thjesht e vuri situatën që të jetë në këtë stadin në të cilin sot është. Tani, a mund të themi që ferma është ndarë në dy pole? Unë mendoj që po, është ndarë në dy pole. Kemi fermën që tashmë është e mimozës e vetme brenda në fermë dhe fermën e Ilirit, Olës edhe të gjithë banorët e tjerë. Domethënë, unë do të them që nga poli i anës së majt, le t'i quajmë kështu, është Iliri dhe në anën tjetër është dhe Ola, janë dy kryesuesit të këtij grupacioni që përfshin pothuajse të gjithë banorët, dhe nga ana tjetër është mimoza e vetme që përfshin vetëm bujakën, i cili po i qëndron shumë afër dhe po ndan momente me të. Mendoj që do të jetë një rrugtim shumë i vështirë për mimozën, sepse gjitha kjo është kthyer në urrëtie. Unë e pash sot mimozën shumë të thyer, e pash sot mimozën shumë të mërzitur, sepse normal ajo është duke logjikuar të gjithë situatën dhe ndoshta tani kjo pak ndikon në mendimet e saj, por gjithsesi unë shoh një lojë e cila mua nuk më pëlqen dhe më neverit. Tani flisnim këtë herë për një ferma ndryshe. Çfarë ferma ndryshe është kjo? Kur banorët, do me thënë, përdorin gjuhën më të keqe dhe përdorin denigrimin ndaj vetes së tyre. Deri më tani, Ola nuk ka reflektuar fare, do me thënë as nuk ka kërkuar falje, as nuk e ka kuptuar gabimin se çfarë ka bërë, përkundrazi është duke i dhënë zë situatës që djasme nga ana e produksionit u përshëndet fjala kuçk, kështu që ta përshëndesim edhe ne këtë fjalë. Do thënë, le të jemi të drejtë për drejtë në këtë që thuhet. Unë e di që media nuk i toleron, duhet të kemi cenzurime në fjalë, por le të jemi të drejtë për drejtë. Dhe nga ana tjetër, mua më duket një Ola që e ka humbur i çik busullën brenda shtëpisë, tani ajo po ndikohet edhe më keq nga situata, që mendoj kjo gjëja do të ndikon që Ola do të nxjerr veten e saj edhe më keq brenda kësaj fermës, duke denigruar në të gjitha dimensionet. Ky është mendimi im ndaj ngjarjes që po ndodh.